Komisioni Hetimor Parlamentar për ngjarjet e 21 janarit trondit opinionin dhe vënë në përgjim të gjithë krerët më të lartë të shtetit. Pasi u vënë në akuzë nga kryeministri Berisha vetëm një ditë më parë, komisioni ka deklaruar se do të kërkojë tabulate telefonike të kreut të shtetit, zotit Bamir Topi, për të gjithë muajin janar, në funksion të zbardhjes së ngjarjes së 21 janarit, që ky komision po e heton dhe që ka cilësuar që në titull si grush shteti. Në listën që Enkelejt Alibej lexoi për tabulate telefonike, është edhe prokuroria e përgjithshme Ina Rama, institucioni që ajo drejton dhe po kryen vetë hetime si organ kushtetues për 21 janarin. Po kështu kërkohet përgjimi i kreut të shërbimit informativ shtetëror, zotit Barisha Qiri dhe zëvendësit të tij. Unë kërkoj nga depozitarët, ata të bazë ligjit kanë detyrimin për të ruajtur dhe për të skeduar thirrjet telefonike, tabulate, pra me gjuhën më të thjeshtë dhe më të kuptueshme, të këtyre personave. 1. Zotit Sali Berisha, kryeministri i Shqipërisë, zonjës Josefina Topalli, kryetare e Kuvendit, zotit Bamir Topi, presidenti i Republikës, zotit Lulzim Basha, ministri i Brendshëm, zonjës Ina Rama, prokurore e përgjithshme, zotit Barisha Qiri, drejtori i shërbimit informativ shtetëror, zotit Ylli Alushi, zëvendës drejtor i shërbimit informativ shtetëror, zotit Ndrea Prendi, komandanti i Gardës së Republikës, zotit Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste, zotit Fidel Ylli, deputet, zotit Bashkim Fino, zotit Paulin Sterkaj, zotit Tom Doshi, zotit Gramoz Ruçi, zotit Namik Dokle, zotit Fatmir Xhafa, zotit Sajmir Tahiri, zotit Taulan Balla, zotit Ilir Gjoni, zotit Erion Braçe, zotit Besnik Bare, zotit Ilir Beqja, zotit Dashamir Peza, zotit Arben Çuko, zotit Aslan Dojani, zotit Ndue Kola, zotit Armando Prenga, zotit Gjok Jaku, të gjitha deputet të Kuvendit të Shqipërisë, zotit Spartak Ngjela në cilësinë e kryetarit Partisë për Liri dhe Drejtësi, zotit Skënder Gjinushi, kryetari i Partisë Social-Demokrate. Këto skedarë të ruajtjes, të themi, të komunikimeve telefonike, që këta zotërin kanë pasur dhe me pajtimtar të tjerë të telefonisë mobile, do doja që të shriheshin për një periudhë që i përket gjithë muajit janar të këtij viti. Unë besoj që edhe bazë detyrimit ligjor që kanë të gjitha shoqëritë përkatëse që ofrojnë rrjetin e komunikimit telefonik, përse kanë detyrim, kanë mundësinë dhe aftësinë që një përgjigje të tillë shkresore të na sillin për një afat, besoj unë, hezitor, por që ne mund ta diskutojmë. Kërkesa për tabulate do të hapë betejën e radhës juridike. Përmes këtij vendimi duket se Komisioni Hetimor po heq shpejtësinë e komunikimit të kreut të shtetit dhe institucioneve të tjera. Po këtu tabulate telefonike kërkohen për personat e vënë në akuzë penale, në një kohë kur presidenti i Republikës është person me imunitet dhe jo në akuzë penale, sikundër edhe zonja Ina Rama.